Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga gazra dhe fryrja e barkut, pini një gotë nga kjo dhe do na falenderoni. Fryrja e barkut është një ndjesi vërtet e tmerrshme. Në një kohë kur do të dukesh sa më e dobët, barku të tregon sikur ke edhe 5 kg më shumë. Përveç kësaj është edhe një ndjesi parahatie, e cila të mërzit të gjithë ditën, por ka një lajm të mirë për këto çrregullime të vazhdueshme dhe të bezdisura të barkut. Gjithmonë bani mend se ne jemi çfarë ham. Trupi reagon në mënyra të ndryshme në varësi nga ushqimet që ti ha, sepse shumë ushqime dhe lëngje mund të shkaktojnë më shumë fryrje se të tjerat. Disa prej ushqimeve nga të cilat duhet të rish larg sepse shkaktojnë fryrje janë pijet me gaz, bishtajoret, produktet e bulmetit dhe thekra. Por cila është pija që duhet të pish gjithmonë sa herë që ke fryrje barku? Është çaji i xhinxherit. Sipas ekspertëve, xhinxheri është i mrekullueshëm për të eliminuar fryrjen. Studimet kanë treguar se ky lloj çaji është i mrekullueshëm duke ndihmuar në bllokimin e enzimave dhe gjeneve që i shkaktojnë trupit inflamacion. Çaji i xhinxherit është gjithashtu i njohur për qetësimin e problemeve të ndryshme të sëmundjeve si sëmundjet e këqija, dhimbjet e Alzheimerit apo probleme të ndryshme të irritimit të zorrëve. Çaji i xhinxherit është i shkëlqyer për të shtuar dietës, sidomos nëse fryrjet e barkut i ke kronike. Nëse shija e xhinxherit të duket pak e fortë, shto disa pika limoni për ta bërë shijen pak më të butë. Një filxhan çaji xhinxheri në ditë pas pak kohësh do të eliminojë fryrjen krejtësisht. Fryrja e barkut mund të shkaktohet nga shumë faktorë duke përfshirë faktorët në lidhje me intolerancën ushqimore, grumbullimin e gazrave dhe gjithashtu çrregullimin e baktereve, ulçërat, konstipacionin dhe infeksionet parazitare. Për të mposhtur këtë shqetësim, njerëzit kanë përdorur trajtime natyrale si për shembull çajrat bimor. Studime të ndryshme kanë treguar se çajrat mund të ndihmojnë në zbutjen e kësaj gjendje shëndetësore. Ne këtu do t'ju sjellim llojet më të mira të këtyre çajrave. Çaji i mentës mund të njihet gjerësisht që ndihmon në zbutjen e problemeve të tretjes dhe kjo është e vërtetë. Çaji i mentës ka një aromë freskuese dhe fal komponimeve bimore të quajtura flavonoid, konsumi i këtij çaji mund t'ju vijë në ndihmë. Çaji i xhenxhefili. Çaji i xhenxhefilit është përdorur për sëmundjet e stomakut që në kohrat e lashta. Ai besohet se mund të qetësojë, të përzierat dhe të lehtësojë të gjitha shqetësimet e tretjes duke reduktuar kështu gazrat. Farat e koprës përdoren për të bërë çaj dhe shije të ngjashme me jamballin. Çaji i farave të koprës. Farat e koprës janë përdorur në shumë kultura për të përmirësuar çrregullimet e tretjes duke përfshirë dhimbjen e barkut, fryrjen dhe eliminimin e gazrave dhe të kapsllëkut. Kamomili. Kamomili është një antar i familjes së margaritës. Lulet e vogla dhe të bardha duken si margarita në miniaturë. Në mjekësinë tradicionale, kamomili përdoret për të trajtuar dispepsinë, gazrat, diarren, të përzierat, të vjellat dhe ulçërat. Ditët kur ju ndiheni të fryrë dhe sidomos në zonën e barkut me siguri i kujtoni si shumë të sikletshme. Kjo është një gjendje të cilën trupi juaj e zhvillon her pas here dhe që mund t'ju pengojë në aktivitetet tuaja të përditshme. Rroba do t'i ndjeni më të ngushta dhe të ecurit mund të kthehet në një sfidë të vërtetë. Ndonjëherë kjo mund të duket si diçka e paevitueshme,
Ndaj, ne ju sugjerojmë që të përdorni disa metoda të thjeshta të cilat largojnë fryrjen. Disa nga mënyrat më të mira për të shmangur barkun e fryr ju do t'i gjeni në këtë video. Ushqimet. Një nga mënyrat më të mira dhe natyrale për të larguar këtë problem një herë e mirë është sigurisht kujdesi ndaj ushqimit. Ka disa ushqime të cilat e ndihmojnë trupin të kryej siç duhet proceset e tij, duke parandaluar kështu fryrjen. Zakonisht ky reagim i trupit ndodh nga mostretja si duhet e ushqimeve, prandaj gjithmonë ju duhet të siguroheni që të zgjidhni të duhurat. Kastraveci. Kastraveci rekomandohet shumë pasi ka vetinë që të mbledh toksinat e trupit dhe t'i nxjerrë jashtë ato për shkak se përmban sasi të mëdha uji. Kalium. Ushqimet e pasura gjithashtu me kalium, siç janë bananet, portokalli, avokado, stikat apo kivi, ndihmojnë gjithashtu në shfryrjen e trupit dhe nxjerrjen jashtë të kriprave të tepërta. Ananas. Ananasi gjithashtu përmban vitamina dhe minerale të cilat ndihmojnë në parandalimin e inflamacionit dhe të tretjes së mirë. Probiotikët. Probiotikët të cilët gjenden veçanërisht tek kosti, qumshti apo djathi ndihmojnë tretjen e mirë dhe nxjerrjen jashtë të tij të toksinave. Gatimi i perimeve. Ky është një hap shumë i rëndësishëm. Perimet, kur konsumohen shpesh të pagatuara, ato shkaktojnë gazra dhe fryrje të zonës së barkut. Megjithse perimet i japin vlerat e tyre më të mëdha, kur janë të sapo këputura nga degët dhe të konsumohen ashtu siç janë. Për të evituar fryrjen e barkut, mundohuni që t'i gatuani ato para se t'i konsumoni. Kjo e mesme art do t'ju ndihmojë ju që të keni një bark më të sheshtë dhe të shpëtoni nga fryrja. Konsumoni shumë erëza. Fusni shumë erëza në dietën tuaj të përditshme, pasi ndihmojnë në tretjen e mirë, duke parandaluar fryrjen. Këtu përfshihet xhinxheri, kanella, borziloku, rigoni, rozmarina apo kopra. Përdorini gjithashtu këto erëza si zakonisht në vaktet apo në ushqimet tuaja për të përfituar një bark të sheshtë dhe shumë shije. Mund të zgjidhni të bëni ndonjë çaj bimor me këto erëza sipas dëshirës tuaj. Përmendim këtu çajin me xhinxher apo atë me nenegjik. Shmangni ushqimet problematike. Ka disa ushqime të caktuara të cilat njihen për efektet anësore që i shkaktojnë organizmit dhe një ndër to është edhe fryrja e barkut. Megjithse nuk janë të shëndetshme, shumë fruta apo perime pasi shkaktojnë vështirësi në tretje. Këtu ne do të përmendim brokolin, lule lakrën, bishtajoret, mollët, dardhat apo pjeshkët. Bëni kujdes me ushqimet e skuqura, të konservuara apo edhe të procesuara, pasi jo vetëm që ndikojnë për keq në sistemin tretës, por njëkohësisht ju bëjnë juve që të shtoni edhe në peshë. Prandaj, sipas ekspertëve, gjithmonë duhet të tregoheni të kujdesshëm në përzgjedhjen tuaj ushqimore, në mënyrë që të zgjidhni gjithmonë ushqime të cilat janë të shëndetshme dhe që nuk ndikojnë negativisht në stomakun tuaj apo në fryrjen e barkut. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mikut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video
në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!